Jam me banorët e lagjes Vizbek, të cilët 2 ditë janë pa energji elektrike. As ato nuk e kuptojnë arsyen, edhe pse kanë lejuar EVN-n që ormacit t'i ketë në rrugë. Ka afër 6 vjet janë ormacit janë në rrugë, domethënë. Paguhet rregullisht, rrimat që edhe domethënë me banorët të cilët jam këtu, të gjithë i kanë në telefonat e tyre fatura që 17, 12, 25 vetëm i denare 846 ja ku e ka paguajtur rrymën elektrike, të gjithë këto që janë. Asnjë borxh nuk kemi ndaj EVN-s. Edhe 2 ditë me fëmijë të vegjël, me pleq, personalisht unë me operacion, domethënë me met pa rrim, kjo është absurd. Pa asnjë lloj njoftimi, pa asnjë lloj arsye, EVN-ja këto banori ka lënë 2 ditë pa rrym. Nuk e dim çfarë problemi, po. Ty s'intereson problemi. Këtyre banorëve nuk ju intereson problemi që ka EVN-ja. Këto banorë të cilët janë pagues të faturave të energjisë elektrike meritojnë të kenë shërbimin nga EVN-ja. Si që i merr pagesat të kenë shërbimin në rregull. Ju nuk jeni detyruar ta mençoni se pse nuk ka dalë rryma. Këto meritojnë, si të gjithë banorët e Republikës së Maqedonisë, të kenë rrymë, edhe në qoftë se ka ndonjë lloj ndërprerje, paraprakisht të jenë të informuar sipas ligjit siç funksionon, se do të ketë ndërprerje të rrymës elektrike, edhe këto banorë, në qoftë se do të qëndrojnë më tepër, të kenë edhe shpërblimin e tyre. Kur kena problem nuk i japin numrat e telefonit. Na idem robi nuk i japin telefonat. Ju nuk pa të shpjegim. Nuk kena kur gjë s'kena hiç. As telefonat si hapin telefonat, absolutisht. Non stop ti edhe kanë numrin 0800, domethënë me pagesë, edhe nuk e hapin telefonin. Nuk e di ndoshta bëhet me tendencë që jena banor shqiptar këtu, se non stop kena çdo probleme. Nuk ka rregull, jena tu në vitin 2026, na prap një pak problemet elementare. Derisa folet për projekte të mëdha, na kena probleme me senet elementare. Në Maqedoni, në vitin 2026, folet për të hyrë në BE, në fakt, këto banorë kanë probleme elementare. EVN-ja duhet të mbajë përgjegjësi. Fëmijët e mi ta zhvillojnë as arsimi, s'mund me shkuar në shkollë. As detyra, domethënë këti kum largu ka shtëpia. E patolerueshme. Faleminderim deri te Tili Dona, domethënë e vetëm ai i cila përgjigjesh popullit, se gjithë televizorët janë të lajmëruar, domethënë kur nuk përgjigjen, ai kanë ato bizniset e veta me EVN-n, është problemi atyre. Mi u përgjigj popullit, nuk ju përgjigjen. Po ti e vetëm që i përgjigjesh popullit në kësaj rast. Ai lajmërut media të tjera. Gjithë i kemi lajmëruar kur s'kan ardhur. Gjithë këtë media domethënë nuk vinë te natën, kur i kemi thirr nuk kanë ardhur, por neve nuk janë përgjigj. Pa cenzur gjithmonë për të gjithë ju, jo vetëm lagja juaj, fatkeqësisht sot kam pas raportime edhe prej 2 lagjeve tjera këtu në Shkup për mungesë të energjisë elektrike, të 2 lagjet janë shqiptare, me banor shqiptar.